Shkodra do të mirëpres më 27 prill në skenën e teatrit Migjeni, komedim Buongiorno, një prodhim që vjen nga artistë Ulçinit dhe që është pjesë e një turneu ballkanik me sukses të dukshëm. Në kuadër të kësaj shfaqjeje, organizatorët zhvilluan një konferencë për mediat, ku ndan detaje mbi konceptin artistik dhe përgatitje intensive që i paraprim premierës. Producenti Munib Babazi theksoi rëndësinë e sjelljes së kësaj komedie për publikun shqiptar, ndërsa regjizorja Dina Mustafi Çavdiu u ndal te ndërtimi i dinamikës në skenë. Kësaj radhe ishte diçka e veçantë këna, sepse do të performojmë me një shfaqje Buongiorno, por rreth meje dhe afër meje kemi profesionalistë dhe ishin shfaqje profesionale e bamur nga ana jonë. Megjithëse jemi një teatër i cili kemi hapat e para të jetës sonë teatrale, hapat e para të punës tonë, megjithatë ne veprojmë dhe jemi sot këjo në këtë shtëpi të cilët ka një histori të madhe artistike, një histori të madhe teatrale. Ne në fakt si artist nga Ulçini, duke marrë parasysh që jemi rritur si një qytet pa teatër, kemi një emocion të veçantë të rikthehemi në këtë teatër kaq të madh, ku gjithë hapat e para i kemi marrë nga ju, nga humori juaj, nga artistë të mëdhenj siç ka Shkodra. Nga ana tjetër, aktori Bashkim Alaj vlerësoi bashkëpunimin mes trupës dhe përçmëritë për reagimin e publikut shkodran. Për mua është kënaqësi që vi me këtë ekip, si një prezantues qytetit Ulçinit, edhe që na kena mundësinë me shfaq talentin ton këtu ku ma mirë se në Shkodër. Shfaqja premton një mbrëmje të mbushur me humor, ritëm dhe emocione, duke rikthyer vëmendjen te fuqia e teatrit si argëtim dhe reflektim për publikun.